ka raste prindi bëhet agresiv, fëmia im thotë nuk e pranon. Ketë syze fëmia im nuk e beson madje. Në tia faktoni thua, po shikoj, ke tabelën përballë. Pra, me këtë sy shikon kaq përqind, me këtë kaq. Prap nuk pra refuzon realitetin, fillon qajnë, kaq që nuk e vendosin dhe e shtyn aq sa tjetë e mundur. Wow, po fëmia ndërkohë do shoh tabelën në shkollë. Dhe këto janë tortur pastaj. jo më larg edhe tani afër më ka ndodhur që janë rikthyer pasi periudhe 1 vjeçare dhe kanë thënë tani do ja vejmë doktor sepse po ankohet shumë. Por e mira është që në momentin e parë që ju vëreni nevojën për syze që mund të jetë sa numri? -1, më pak, apo? Shikoni, sidomos nëse fëmia është mësuar me pajisje digjitale, qoftë edhe një numër jo shumë i lartë nga ana matematikore, pra -0,75, -1, ka rast edhe -0,5. Po. Fillon edhe fëmijën e shqetëson. I jep dhimbje koke. I krijon lodhje, mund të jap ngarkesë te koka,